Përshëndetje të dashur miq, përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Shumica nga ju keni kërkuar që t'ju përgatis një karelan me duça, por sipas mënyrës së recetës që unë e përgatis gjithmonë. Dhe unë munduam që çdo herë t'ju sjell të gjitha kërkesat e juaja. Dhe sot pikërisht do të përgatisim një të tillë, pra një karelan me duça. Gjitha masat që unë po i përdor gjatë përgatitjes të kësaj recete, ju mund t'i dyfishoni ose t'i bëni në gjysmë më pak, sipas nevojave të juaja. Fillimisht do të kemi nevojë për 800 ml me qumësht. Qumështin vazhdojmë që ta shtojmë në një tenxhere. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë kosin. Sa mililitra keni shtuar qumësht, aq mililitra do të shtoni edhe kos. Pra të dyja masat duhet të jenë të barabarta. Pra do të shtojmë 800 gram kos ose 2 paketime nga 400 gram. Shtojmë edhe pakon e dytë. Vazhdojmë tani t'i përzijmë mirë që edhe qumshti edhe kosi të bëhen bashkë. Dhe vazhdojmë tani i vendosim për t'i ngrohur pak. Pra duhet që t'na bëhen të vakta pak në zjarr mesatar, duke i përzier kështu dhe t'lejon që të vaken pak diku për 3-4 minuta. Pra duhet të bëni kujdes që mos t'ju bëhet shumë i nxehtë qumshti. Thjesht sa të vaken pak, do e kontrolloni kështu me dorë, në moment që do e vrini që është nxehur pak tenxheria, e largoni nga zjarri. Pasi e kemi nxehur mirë qumshtin edhe kosin, i shtojmë tani një mjen më të madhe. Pra duhet të jetë i vakët. Tani në këtë mas do të shtojmë një gotë çaji me vaj ose 100 ml. Prefersisht një lugë gjelle me kryp. Dhe vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Miell në të njëjtën sasi sa kemi shtuar qumësht edhe kos. Pra 800 gram miell. Vazhdojmë e shtojmë edhe mielin. Dhe një pako pluhur për pjekje. Tani vazhdojmë që të përzijemi dal nga dal kështu, duke u siguruar që te brumi nuk do të na mbesin trupa dhe do të fitojmë një masë të mirë dhe të lëmuar. Brumin e karelanit e kemi gati, duhet fitoni një masë kështu, sikur kur përgatisim keka të ndryshme, pra ose ëmbëlsira të ndryshme, ashtu duhet që të jetë trashësia e brumit. Tani marrim një tepsi. Tepsia që po e përdorun është numër 32. Brenda në tepsi do të shtoni gjysmë gote me vaj ose 50 ml dhe duhet që furrën ta keni të parangrohur mirë. Vazhdojmë një herë që ta shtojmë në furrë vetëm tepsin me vajin dhe presim derisa vaji të nxehet mirë në tepsi. Pasi të sigurojeni që vaji është nxehur mjaftueshëm, brumin që përgatitëm e shtojmë në tepsi. Me ndihmën e një luge, mundohemi ta bëjmë të barabartë. Dhe tani vazhdojmë që ta pjekim në furrë të parangrohur në 220 gradë për 25 deri në 30 minuta, derisa të na merr një ngjyrë të bukur të kuqërantë sipër. Dhe të dashur miq, në këtë momente karelani është pjekur dhe sapo e kam larguar nga fura dhe ka marrë një ngjyrë tepër të bukur. Dhe lejojmë që të ftofet diku vetëm për 5 minuta dhe do të vazhdojmë pastaj që ta bëjmë në copëza më të vogla. Dhe pasi që e shprishim, vazhdojmë që sipër tani t'i shtojmë pak gjalp të shkrirë. Mund t'i shtoni edhe vaj nëse keni dëshirë, por me gjalp bëhet më e mirë. Gjalp mund të shtoni sipas shijeve të juaja, ose mund edhe të mos shtoni fare, por pak, dikon 4-5 lugë gjelle, sa t'ja japin shijen më të mirë. Dhe të dashur miq, krelani me duça
është gati. Shpresoj që do të gatuani edhe ju këtë recetë të vjetër tradicionale të gjysheve tona dhe do ngjeni të kënaqur edhe nga mënyra, ashtu siç e prezantova unë. Deri në video recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.